Stuhit me rufe janë një nga fenomenet atmosferike më të shpeshta gjatë verës. Gjeofizikanti Gabriel Rakaj shpjegon se temperaturat e larta të verës shoqërohen shpesh me ndryshime të menjëhershme të motit dhe zhvillim të stuhive me shkarkesa elektrike. Rufet janë një fenomen natyror i zakonshëm, i cili ndodh si pasojë e ndarjes së ngarkesave elektrike tek rreth. Shumica rufeve ndodhin brenda rreve, ama një pjesë e tyre ndodh dhe mes rrezë dhe tokës. Gjatë një stuhie rreziku ndryshon në varësi të vendit ku ndodhemi. Vendet ku njerëzit janë më të rrezikuar në radhë parë janë vendet e hapura, sepse sigurisht rufet do të gjejnë pikën më të afërt të shkarkimit me tokën dhe me rezistencën më të ulët. Ka disa lloje shkarkimesh, duhet shmangin vendet e hapura, vendet ku ne jemi pika më e lartë apo ku pika më e lartë ndodhet pranë nesh. Për të shmangur pasojat, rëndësi kanë edhe masa që merren para dhe gjatë një stuhie me rufe. Sidomos gjatë sezonit verës kur njerëzit janë në pushime dhe janë në plazha apo në male, duhet tregohen veçanërisht kujdesshëm, sepse plazhi është një ambient i hapur, nuk duhet rrinë as në ambientet hapura, as afër çadrave apo objekteve tjera të larta, por duhet gjenë sa më parë shtrim në momentin që shohin që stuhia po afrohet. E njëjta gjë vlen edhe për malet, sepse malet janë pika që tërheqin stuhi dhe rufet. Ka një rregull interesant për pjesën e stuhive dhe shkarkimeve elektrike, ku ne duhet numërojmë deri në 30 nga momenti që ne shohim vedetimin. Nëse zhurma vjen brenda 30 sekondash, atëherë ne jemi në zonën e rrezikut dhe duhet kërkojmë menjëherë strehim. Mos të ketë pajisje metalike afër, jo afër pemëve, midis që ka një objekt lart siç mund të jenë antenat, pemt e me radhë. Respektimi këtyre masave dhe shmangja e ambienteve të ekspozuara gjatë stuhive mbeten mënyra kryesore për të ulur rrezikun nga shkarkesat elektrike.